Burrin që kam do me thonë kam dashur, me fjalë, nuk është se kam marrë me dashni, po dashnia vjen gjatë jetesë do me thonë, edhe forcohet më shumë me kalimin e viteve, jam shumë mirë është me një vetë personin, do me thonë se me ta imponuar tjetrit. Nuk doli për shembull si vajza si djali ashtu siç e pret familja, atje vetëm nana baba gjykohen për se ma bane, a kupton? Nuk është se jam e prapambetur, po kisha dashur me ta thënë drejtën vajzat me pas pak më shumë respekt për vetin e vet. Me pas respekt për trupin e vet, kaq. Vi prej Londrës, unë jam shkadrane, kam marrë me vizitu Prizrenin sot, se më kanë thonë se është vend i bukur. Qetja, është vend i bukur? Mram isha në Prishtinë, me ta thonë drejtën, Prishtina s'm ka pëlqyer hiç. Po ju vjen keq që Prishtinaliti. Je Prishtinaliti? Kukunon. Okej, nëse kukunon. Nuk është se më pëlqej me ta thonë drejtën. Shumë pluhun. Pluhun ishte, pluhun i madh, pluhur. Po, shumë nuk di çfarë s'di, nuk di, nuk më njiti me fjalë hera parë që isha në Prishtinë. S'la po shipe bërë. Jo, s'la. Njerëz? No, njerëz ishin të mirë, të edukuar, normal, mikprica, lokali ku ishim të hangër, mram ishte shumë i mirë, ushqimet shumë shijshme, po me fjalë si kështu, vetëm si me thonë, si aparencë bre, si kështu rrugat, shumë me pluhun, a kupton, nuk më pëlqej, kurse Prizreni sot, më kënej shpirti. Më ka shpirti, a? Po, vallahi. Jetonin jashtë, apo? Unë jetoj në Londër, po. Sa vite? Ka 26 vite. A jeni me familje, martuar, apo? Unë jam e martuar, kam 3 djem, i madhi i martuar, i dyti i fejum, i treti është 11 vjeç. Sa fëmijë rritur? Po. Çfarë ku e martuar? Unë jam kur jam feju 18, martu në 19, bo djalin e malli 20. I pas ke bësh shok. Po, janë bësh shok të mi tash. A kena pishman që martu ka sheren moshë 18 vjeçare? Jo, nuk jam hiç pishman, se burrin që kam do me thonë kam dashur, me fjalë, nuk është se kam marrë me dashni, po shkosi, po gjithsesi, po me shkosi. Dashnia vjen gjatë jetesë do me thonë, edhe forcohet më shumë me kalimin e viteve, jam shumë e lumtur do me thonë. Ala me shkosi ka në Shqipëri të ju? Ka, vazhdojnë ala me shkosi, po shumica tash njifen vetë, dhe me thanë. Dashurore edhe ma mirë mu dash vetë. Ashtë ma mirë vetë me dashuri përson se me ta imponu? No, ma mirë është me një vetë personin, dhe me thanë se me ta imponuar tjetri, sepse po nuk doli për shembull si vajza si djali ashtu siç e pret familja, atje vetëm nana baba gjykohen për se ma bane, a kupton? I rrit fajnan se babs. A e pishmonë sot që nëse ti mos tek i zgjedh bashkëtortin tanë, me shkusi? Jo, hiç nuk jam pishman. Për të madhin zot nuk jam pishman. Jam shumë e lumtur. S'mbal përshtypje. Në përgjithësi, si she lidhjet sot? Sidomos tek shqiptarët, jetojmë në një vend të zhvilluar atje. Me ta thonë drejtën tash, unë nuk është se jam e prapambetur, po kisha dashur me ta thonë drejtën vajzat me pas pak më shumë respekt për vetin e vet. Mas me nej, po zot në shtarë gjykim, ose para gjykim i ti, për kjo nga ona jeme, po nuk isha dashur për shembull vajzat me nej të kalu sot e njëni sot e tjetër, me pas respekt për trupin e vet, kaq. A u do që janë duke shfrytzuar emrat?